Korça, qyteti i njohur për artizanatin dhe trashëgiminë e pasur kulturore, ka tërhequr këtë herë 3 vajza të huaja, të cilat po mësojnë mjeshtrinë e thurjes së qilimave. Njëra prej tyre vjen nga Turqia dhe ka një lidhje të veçantë me vendin tonë. Nëna e saj është me origjinë nga Korça, ndërsa babai turk e për këtë arsye, ajo e ndjen thurjen e qilimave jo vetëm si një pasion, por si një rikthim te rrënjët e familjes. Jam Burgju, unë jetoj 8 vjet në Tiranë, në Shqipëri. Unë jam origjinë nga Korça. Po, mami im nga Korça, edhe babi im nga Turqia. Edhe unë jetoj në Tiranë tani. E pëlqeva shumë, sepse është shumë tradicionale. Krahas saj, një vajzë nga Tajvani dhe një tjetër nga Anglia, të dyja të tërhequra nga bukuria e traditave shqiptare, kanë zgjedhur të mësojnë këtë zanat shekullor. Ato tregojnë se janë dashuruar me motivet, ngjyrat dhe simbolikat e qilimave shqiptar. Për herë e pyesja veten a mund të bëj një qilim të bukur kur e pash për herë të parë tek pazari i vjetër në Korçë dhe jam shumë e lumtur që po e mësoj tani. Më pëlqen tradita shqiptare. Nëse bëj një qilim do e marr me vete në Tajvan. E pam online këtë mundësi dhe për herë kam dashur të mësoj të thurë qilima. Erdha Kastile nga Tirana në Korçë për të mësuar. E dua traditën shqiptare, po mësoj sepse jam e interesuar t'i bëj vetë një ditë. Kjo iniciativë ka nisur nga një sipërmarrje në Korçë, ku vajzat e reja kanë mundësinë të mësojnë diebërjen e qilimave të vjetër çdo javë në qendrën rinore, ku tingujt e zgjahut bashkohen me frymën e re dhe atë të brezave.